Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri zgjodhi që pas ditën e të hënës ta kalonte në një takim miqësor me vajza dhe gra socialiste, të cilat ndër vite kanë dhënë kontribute të veçanta në Partinë Socialiste përmes angazhimit të përhershëm. Gjiknuri, duke shprehur mirënjohjen e thellë për punën e secilës prej tyre, pohoi se në rrugëtimin e tij politik në Vlorë, ku Partia Socialiste ka arritur rezultate shumë të mira, shtylla e themelit të fushatave të jashtëzakonshme kanë qenë vajzat dhe gratë e Partisë Socialiste të Vlorës. Gjiknuri theksoi se me Partinë Socialiste do të vijojë progresin jo vetëm Vlora, por e gjithë Shqipëria, që gjithçka e nisur të vijojë edhe më tej, duhet mbështetja masive vlonjatëve për Partinë Socialiste. Unë në një mënyrë ose në një tjetër kam ndarë udhëtimin tim politik në Vlorë. Një udhëtim fantastik, ku kemi arritur rezultate, po që themeli, shtylla e themelit të fushatës sonë keni qenë ju, gratë, zonjat, vajzat e Partisë Socialiste të Vlorës. Që t'jesh një politikan i mirë, mbi të gjitha duhet t'jesh një njeri i mirë. Dhe në fakt, gratë dhe vajzat e Vlorës janë gra vërtet fjalëmbajtura dhe pesha e fushatës time jam e bindur do t'jetë zonjat, gratë, vajzat, të gjithë të rritet të rejat, të cilët do t'jenë pjesë e pandar e fushatës time dhe duhet i kem të gjitha në krah. Kjo fushat nuk është thjesht për Damian Gjiknurin, kjo është fushata për Partinë Socialiste. Ne kemi një forcë që është Partia Socialiste dhe Edi Rama. Ka ndryshuar Vlorën, por ka akoma shumë gjëra për të bërë. Qeverisjen e PS-s e keni prekur në Vlorë të gjithë. Unë kam pas kënaqësinë të jem pjesë e këtij rrugtimi, edhe rolin si ish ministër dhe drejtues politik, ku kemi ndarë me njëri tjetrin sukseset në këtë Vlorë që po ndryshon. Por Vlora nuk e ka mbaruar misionin e saj. Ky qytet po zhvillohet, ky qytet është dinamik, ky qytet ka nevojë për shumë gjëra të tjera. Dhe ky qytet ka nevojë për përfaqësimin e Partisë Socialiste dhe ka nevojë për zë të fortë. Unë shpresoj të jem një nga ata. Por që të jemi fort, duam mbështetjen e gjithë grave dhe vajzave të Vlorës. Duhet ta kem këtë shans për t'ju përfaqësuar siç duhet, sepse ju meritoni edhe më shumë. Me Partinë Socialiste do të shikoj një progres, po jo vetëm Vlora, gjithë Shqipëria. Dhe programi i Partisë Socialiste ka filluar të prek atë që ka në zemër shumë shqiptarë. Element social, po që të çojmë aty ku duhet dhe të arrijmë këto gjëra, këto angazhime që i marrim, na duhet mbështetja masive e vlonjatëve. Në këtë takim, vajza dhe gra kontributore ndër vite të Partisë Socialiste, ish deputetja Pranvera Resulaj dhe gra përfaqësuese të diasporës shprehën vlerësime maksimale dhe mbështetje të garantuar për kandidatin Gjiknuri, duke cilësuar si njeriu e provuar dhe të besuar me integritetin e lartë të politikanit që i ka qëndruar gjithmonë pranë çdo socialisti. Zoti kandidat për deputet, kësaj ere të uroj një fitore të thellë, se je njeriu i cili e meriton. Siç kemi punuar, ashtu do të punojmë dhe për ty. Nëse ka diçka që e kemi të provuar edhe të besuar, është integriteti i këtij burri, i këtij zotrie, i cili ka qëndruar afër të gjithë socialistëve, të mëdhenjve, të vegjëlve, në anën njerëzore. Përfaqëson së pari integriteti njerëzor dhe pastaj atë që është një socialist 24 karat, një politikan si pak në Shqipëri. Unë kam për kënaqësi dhe për nder që të jem pjesë e këtij shtabi dhe e kësaj fushate dhe ju uroj suksese dhe fitore të thellë. Partia Socialiste rreth parë dhe ju personalisht. Rruga jonë e nisur, e vazhduar, vazhdon e do vazhdoj, kjo ecje, kjo maraton, do finalizohet më 11 maj me fitoren e kandidatit ton, zotit Damian Gjiknuri. Motra, të gjitha, të votojmë numrin 5, Partinë Socialiste, Edi Ramën, të votojmë Shqipërinë e 2030-s. Fitore, fitore, fitore. Jetoj prej 25 vitesh në Angli dhe punoj si mësuese. Unë kam ardhur pikërisht për të votuar për Partinë Socialiste, sepse jam e bindur që Partia Socialiste është e vetmi alternativë për zhvillimin e vendit tonë, për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për të ardhmen e fëmijëve të mi, që edhe pse ata kanë lindur dhe jetojnë në Angli, një ditë mund të kthehen këtu të jam kontributin e tyre. Unë besoj tek zoti Damian Gjiknuri dhe ju uroj atit suksese në rrugën e tij me nder dhe me dinjitet. Me kandidimin e zotit Gjiknuri në Vlorë, socialistët besnik, ata të vërtetët, gjetën bashkëpunëtorin e fitoreve spektakolare, vlonjatët. Ata që nuk kanë përkatësi politike, gjetën mikun që mbajti derën e hapur gjithnjë për hallet e tyre. Prandaj të gjithë kemi një motiv dhe një emër ideal për të votuar në listën e Partisë Socialiste. Kështu, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri
pjesë e listës së hapur, vijon takimet me qytetarët dhe grupet e interesit, ku takimi radhës ka qenë me gra dhe vajza kontribuese në Partinë Socialiste.